nuk e them unë që ka qenë qeveria shqiptare në Aruba apo persona të lidhur me qeverinë. E thot Spaku vet. Dhe kur vjen puna, janë fshehur emrat. Atëherë, a ka detyrim kjo prokurori të bëj publike emrat? Patjetër që ka. A ka pasur detyrim kjo prokurori të kërkonte masa arresti ashtu siç kërkoi për këto antar të këtij grupi kriminal? Patjetër. Po pse se ka bërë? Se ka bërë sepse janë dy arsye. E para është që Spaku po luan kartën e fundit apo prokurorët e Spakut duke i kërkuar kryeministrit zgjatje të mandatit në këmbim të favorizimit të kësaj afere, dhe e dyta është që këta janë prokurorë cilët komandohen në mënyrë të drejtë për drejt nga kryeministri Edi Rama. Unë mendoj që është e para, pra këta po bëjnë një pazar të shpifur me drejtësinë. Sepse nuk mund të pretendojmë ne që të heqim disa deputet apo persona të lidhur me qeverinë që ka marrë pjesë në këtë grup, në këtë organizatë kriminale, sepse ata janë pjesëmarrës. Se të nisesh nga Shqipëria, të shkosh në Aruba e të diskutosh për mënyrën si do financohet Shqipëri dhe ti krijosh lehtësira, kjo është pjesëmarrje, nuk është dieni. Është pjesëmarrje në një grup strukturuar kriminal. Dhe mendoj që Spaku këtë po e fsheh. Unë mendoj që të gjithë qytetarët shqiptar kanë të drejtë ta dinë, të dinë se kush ka qenë. Të dinë se kush ka qenë. Kështu që unë vlerësoj së shpejti do jetë edhe zyrtarisht nga të tjera organe ligjzbatuese, sepse kanë qenë 3 shërbime që janë marrë në mënyrë të drejtë për drejtë me këtë rast. Janë bërë 5 takime dhe kanë qenë 3 shërbime, shërbimet belge, spanjolle dhe amerikane. Pra do të veprojnë partnerët thua në këtë drejtim? Dëgjojmë? Jo, tani po. Okej, jo, po thoja, do të veprojnë partnerët në këtë drejtim, e ke pritshmërinë? Po patjetër, sepse të mos harrojmë, nga djenia që unë kam, de amerikane ka pasur një të infiltruar te grupi Aruba. Dhe jo pa qëllim, një kongresmen në Shtetet Bashkuara kërkoi që të bësh një rezolut për qeverinë shqiptare që ka pjesëmarrje tek trafiku drogës apo jo. Dhe janë të lidhura këto. Për këto arsye unë e shoh që shumë shpejt do kemi një kaos në Shqipëri. Do t'i çirret maska kryeministrit që është i lidhur me krimin. Është i lidhur me krimin organizuar. Edhe këtë e ka vërtetuar jo vetëm të ky rast, po në çdo rast. Unë e kam thënë në përgjimet Sky, në çdo dosje del kryeministri. Del kryeministri, të gjithë grupet kriminale të lidhura me kryeministrin. Çfarë është kjo? Pse duhet t'i favorizoj? Pse duhet favorizoj krimin dhe jo një qytetar të ndershëm ta motivoj apo një student apo një mjek. Ne s'kemi mjek, na kanë ikur mjekët vetëm se kryeministri nuk i ka prioritet, se ka prioritet grupet kriminale. Ka prioritet si të futen paratë e pista Shqipëri edhe të glabroj Shqipërinë. Nuk e ka mendje fare që spitalet s'kan mjek, s'kan shtretër, s'kan asgjë. Edhe ato lekë që u investuan, u glabruan, u vodhën. U vodhën nga oligarkët e shëndetësisë. Kështu që kjo është që mendoj që kupa është mbushur dhe shumë shpejt edhe organet tjera ligjzbatuese do bëj publike çdo gjë. Do me thënë ti shkon përtej dorëheqjes nëse do të kemi shkon deri tek arresti. Nuk e dëgjova. Them me gjithë këtë shpjegim që bëre mund të shkohet jo vetëm tek dorëheqja, po edhe tek arresti në fund.